Sezoni veror ka nisur në qytetin e Vlorës edhe zyrtarisht, por me sa duket, jo për plazhin e vjetër. Megjithse Bregdeti i Vlorës prej ditësh ka nisur të pres turistët e parë, të cilës sigurisht këtë vit do të jenë më të shumë në numër sipas pritshmërive, por megjithse këta pushues vendas dhe turistë huaj kanë zgjedhur edhe plazhin e vjetër, plazhin e familjarëve për të pushuar, situata aty lë për të dëshiruar. Me sa duket, një prej bregdeteve më të frekuentuar të qytetit të Vlorës mbetet ende larg pritshmërive të sezonit turistik. Mbetet ende larg realitetit që duhet jetë një plazh për të pritur turistët dhe për të lënë një shije mjaft të mirë te këta të fundit. Panorama në bregdetin e plazhit të vjetër këtë të mërkur është krejtësisht ndryshe nga ajo që ofrohet në pjesën tjetër të bregdetit të Vlorës, veçanërisht në lungomare. Nëse krahasojmë sot plazhin e vjetër me bregdetin e Shëtitores, apo edhe qoftë me radhimën dhe orikumin, ku po kryen aktualisht punime, realiteti të dallon si nata me ditën. Plazhi i vjetër vazhdon të jetë i tejmbushur nga mbeturina të shumta. Në Bregdet gjen sot mbetje plastike, por nuk mungojnë as gomat e makinës, mbetje me materiale robe, kartona dhe deri tek pjesët e thyera të orendive shtëpiake, të bareve dhe restoranteve. Rëra madje në të gjithë Bregdetin prej muajsh nuk është pluguar më, teksa në zonë bizotrojnë ende gur të shumt, jo vetëm gur, por edhe leshterik të cilët kanë pushtuar plazhin, duke të dhënë një imazh as pak dinjitoze të ishëm për këtë zonë. Jo vetëm kaq, por imazh të keq të plazhit të familjarëve ta ofrojnë sot edhe kanalet e ujrave të zeza, të cilat vazhdojnë të derdhen në det, përshkrojnë mes për mes plazhin aty mes pushuesve prej vitesh pa asnjë plan për rihabilitimin e tyre. Ujra të zeza dhe të ndotura që derdhen në det, duke ndotur më pas të gjithë Bregdetin dhe duke u kthyer në vatër infeksioni. Disa prej tyre janë mbuluar sot nga barishtet dhe shkuret, duke i shpëtuar paksa syrit të publikut, por vazhdojnë të jenë aty prezent prej vitesh pa asnjë ndryshim. Kjo situatë që ndodh sot, ky Bregdet kaq shumë i frekuentuar, është imazh jo pozitiv për sektorin e turizmit në qytet, imazh realitet që me siguri do të vazhdojë i tillë edhe për gjatë këtij sezoni veror, por ndoshta edhe për të tjerë në vazhdim.